arsye unë kam zgjedhur dhe kam marrë familjen këtu, në shtëpinë e të moshuarve. Jetojnë bashkë me mua të paktën, kur kthehem pi aksionit, e di që jam këtu, i shoh, më shohin, jam bashkë me ta. E provum një herë pa i marrë, shkojsha në shtëpi 10-11, në 12 një të thershën, hajde se një banor, po qanë veç Halilin pedonu, duke me dhe s'kerim pi Prizreni me arë prap këtu. Shtu që zgjidhja vetë me ishte, po jetoj qëtu, bashkë me ta. Ta thash kjo veprimtarie jonë, na ka mësu edhe neve, mu bo njerës më shumë, me ja dit njëni. Ndë gjelab, e para, Zoti mu më ka sprovu me shumë sana. Ka herë që aty ku e qes kokën një stak në ndarke, rri i thëmë vetit i fort i shikon. Unë i thëmë vetit. Pa. Nuk është e letë një herë sa herë hin edhe del në shpinë të moshuarve. Unë e shohu e isë në herë në recepcion edhe veç ata që janë sprovu me fëmi e din. E din që ka bartë shpirti i tyne. Me gjithat duhet me gjithë forcën, është ku është, edhe me ka përdi. Unë e thash, jena bo ma njerëz me këtë aktivitetin tonë. Na këna pa familje që jo me një, 7-8 fëmi këtë smut. Ndalësh e i thush vetës, Halil, theri vetës. Falendro Zot. Pastaj, unë kam një vlad vram, kur esh në të tisja kim gjetë. Qysh ka jetu baba e nana e me kanë shku nga kjo botë, të i thonë mos po vjen sët, mos po vjen nesër. A pe gjajmë trupin sët, a pe gjajmë nesër. A dhe ti rrinë edhe ka lënë disa momente thush. Inshallah do Zoti bile sa jam edhe unë e gjallë, gjinën t'i shka. Të paktën me pas një vërë edhe ajë, që ka baba, nana, që ka edhe motra. Unë para 2 vite jam sprovu edhe me vdekjen e motrës së re. Ajo i kalon 2 fëmijë të vegjël. Ata nuk e kanë as babën, edhe baba ju ka vdek. Edhe këto janë krejt varë, krejt janë plagë. Po me gjithat, prap duhet me gjithë forcën. Zoti sprovon. Prap duhet me gjithë forcën edhe me thonë unë e ma jëmë bo kurban i qëti misioni. Edhe dhe kur ka thonë Zoti unë s'ka mundalë. Për që të arsye unë kam zgjedhur dhe kam marrë familjen këtu, në shtëpinë e të moshuarve. Jetojnë bashkë me mua të paktën, kur kthehem pi aksionit, e di që jam këtu, i shoh, më shohin, jam bashkë me ta. E provum një herë pa i marrë, shkojsha në shtëpi 10-11, në 12 një të thershën, hajde se një banor, po qanë veç Halilin pedonu, duke me dhe s'kerim pi Prizreni me arë prap këtu. Shtu që zgjidhja vetë me ishte, po jetoj qëtu, bashkë me ta. Ta thash kjo veprimtarie jonë, na ka mësu edhe neve, mu bo njerës më shumë.